Në kulmin e këtyre debateve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar të ligjshëm apo jo ndërhyrjet në ushtri në oqean, administrata Trump dhe Ministria e Luftës kishte nis plane tepër sekrete për ndërhyrjet ushtarake në Venezuelë dhe arrestimin e Maduros. Ky plan u mbajt në kushte shumë sekrete mes CIA-s dhe ushtrisë amerikane, e cila mëngjesin e hershëm të datës 3 janar 2026, fiks në ora 1 e mëngjesit me urdhër të presidentit Trump, filloi operacionin ushtarak amerikan për kapjen e Nicolas Maduros. Operacioni quhej Operacioni Përcaktim Absolut ose Operation Absolute Resolve. Operacioni ishte i koordinuar deri në detaj duke përfshirë mjete ajrore, njësi speciale dhe mbështetje detare të forcave ajrore dhe një ndërhyrje të fuqishëm të forcave speciale amerikane Delta në Caracas, Venezuelë. Morën pjesë mbi 150 mjete fluturimi, me avion ushtarak për mbështetje dhe mbikëqyrje. Përfshirë avion zbulimi dhe komandimi, helikopter ushtarak për transport të njësive speciale dhe nxjerrjen e objektivit, dron zbulues për monitorimin në kohë reale, mjete detare për mbështetje e pajisje të koduara të komunikimit. Operacioni nisi në ora 1 të mëngjesit me orën amerikane, ku nga aeroplanmbajtësia detare që ndodhej pranë ujrave të Venezuelës, u nisën rreth 15 helikopter të ndryshëm duke fluturuar në nivel të ulët që mos të kapen nga radarat. Rreth orës 1:45 minuta të mëngjesit me orën gjithmonë amerikane, helikopterët hynë brenda territorit Venezuelës të shoqëruar nga dron vëzhgues dhe në gatishmëri të plotë për të qolluar avion apo mjete të cilët mund të lëviznin, të cilat gjithmonë monitoroheshin nga ajri dhe në distancë. Rreth orës 1:50 minuta filloi sulmi me raketa Tomahawk nga anijet luftarake që ndodheshin pranë ujrave të Venezuelës në 7 zona të ndryshme në Caracas. Sulm ndaj infrastrukturës ajrore, reparte të ushtrisë dhe baza municionësh, me motivacionin e shpërqendrimit të forcave të armatosura. Pas këtyre shpërthimeve dhe sulmit të pikave strategjike në Caracas, u ndalën dritat pas helikopterët me forcat Delta ju afruan kompleksit ushtarak venezuelan të quajtur Fuerte Tuana, kompleksi më i madh ushtarak në Caracas, ku ishte edhe rezidenca e diktatorit Maduro. Rezidencës janë afruar 6 helikopter, ku vetëm 2 prej tyre sipas burimeve ushtarake kanë ateruar duke zbritur komandot Delta, ku ka filluar dhe shkëmbimi i zjarrit me rojet dhe që ruanin ndërtesën dhe shoqëruesit e Maduros. Këto burime thonë se brenda në ndërtesën e katit të tretë ku flinte Maduro hynë vetëm 12 komandot të ndarë në 2 grupe. Njëri grup prej 6 personash kishte për detyrë arrestimin e Maduros dhe pjesa tjetër ishte në mbështetje të tyre për të kujdesur nga mbrapa. 4 grupet e tjera me nga 6 komando ruanin perimetrin e sigurisë së ndërtesës nga jashtë dhe vëzhgonin pikat kryesore për të mos lejuar që të hynin dhe të afroheshin forcat nga jashtë.